Çfarë prisni? 250 euro grami. Bima më e shtrenjtë në botë ndodhet në Trojën shqiptare. Lule shafrani, e cila vlerësohet si një prej erëzave më të shtrenjta në botë, 250 gram, kultivohet edhe në Kosovë. Kjo lule, përpunimi i së cilës kërkon mund dhe durim, vlerësohet se është më e vlefshme se ari. Kjo bimë është unike, duke kombinuar shijen fantastike dhe përfitime të mëdha shëndetësore. Shafrani është një lule ngjyrë vjollës që vjen nga familja Iridacea, në brendësi të së cilës gjenden 3 fije të verdha të quajtura mashkullor dhe 3 stigmat të kuqe, të cilat e përbëjnë edhe pjesën kryesore të kësaj luleje. Lulja e shafranit ka një histori dhe traditë shumë shekullore dhe se ajo është kultivuar në Kosovë që në shekullin e 15.